شهر كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان شهر كريم قد أطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falëndërimi takon Allahu subhanahu wa taala. Mëshira Allah të qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Me lejen e Allahu subhanahu wa taala do të përpiqemi që gjatë itikafit të bëjmë shpjegim të përmbledhur ose të çështje të cilat janë më kryesore të pjesës së parë të librit El-Ibana të autorit Ibn Battah. Shkurtimisht dhe me ato të cilat e llogaritmi se janë më të rëndësishme të më përmend, për shkak se zgjerimin e të mërkohet shumë. Shkurtimisht me kuptue temat të cilat i ka prek dhe argumentet kryesore të cilat sillen rreth atyre temave. Libri flet për çështjet e besimit, për çështjet e imanit, çështjet të cilat secili prej besimtarëve ka dobi dhe rrit imanin e vet nëse i kupton ato të cilat janë bazë, e shpëton imanin e vet, ato të cilat janë pastaj plotësim, e rrit imanin dhe afërsinë te Allahu subhanahu wa taala. Çështja e parë që duhet me ditë besimtarët është çështja e asaj se kanë na duhet me ndëgju, sipas kujt na duhet me punu, kush ka mundësi neve me na dhon urdhra, edhe kush ka mundësi me na bën ndalesa. Kjo është çështja e parë. Edhe nëse besimtari këtë çështje e ka të qartë, çështjet të tjera që vinë më vonë janë më të lehta. Të vetmit që mund më na dhon udhëzime, urdhra dhe ndalesa janë Allahu subhanahu wa taala dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala në librin e tij Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij, në fjalën e tij. Sa i përket fjalëve të Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, kjo çështje është pak më e lehtë. Për shkak se thuaj se çdo kush që i thot vetit musliman, parimisht e pranon se duhet me punu sipas Kur'anit. Por problemet edhe fitnet edhe përçarjet kanë ardhur te suneti, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke filluar prej atyre të cilët nuk e kanë pa si kusht ose burim të shariatit sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke vazhduar me ata të cilët nuk ja kanë dhënë kuptimin e dur fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj duke vazhduar me ata të cilët kanë përdorur hadithe të dobta për me arsyetue bindjet e tyre të devijuara, dhe në fund duke dalë te ata të cilët kanë shpif fjalë në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që me mbrojt devijimet e tyre. Allah subhanahu wa taala në Kur'an ka sqaruar çdo gjë, ma farratna fil kitabi min shay. Thot Allah subhanahu wa taala, ne nuk kemi lënë pas sqaruar në Kur'an asnjë gjë. Pastaj Allah subhanahu wa taala e garancinë e tjetër, la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi
tanzilun min hakimin hamid. Nuk devijohet Kurani, kur farë mundësie nuk ka me të devijohet dikush Kur'anin. La yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. As onve, as mrapa, as përpara, as kërka nuk ka mundësi dikush me deviju Kur'anin. I përmbledh i sqaron të gjitha çështjet, nuk ka mundësi me e shtremua, me deviju kërkush hiç, dhe i përmbledh Allah subhanahu wa taala të gjitha detyrimet që i kemi prej Allahut deri në ditën e Kiametit, edhe të gjitha ndalesat që i kemi prej Allahut deri në ditën e Kiametit, të përmbledhura, të shkruara. Dhe në ajetin e fundit thot Allah subhanahu wa taala: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Sot thot Allah subhanahu wa taala: "E kam plotësuar fenë juve. Dhe ja kam dhënë të gjitha begatit. Wa raditu lakum al-islam dinan." Dhe jam i kënaqur që Islami të jetë feja juve. Në këtë ditë ka përfunduar çdo gjë. Me zbritjen e këtij ajeti, çdo gjë fetare ka përfunduar. Çka do që nuk ka qenë fe deri në këtë ditë, nuk mundet më konë fe më kur deri në ditën e Kiametit. Prej kohës kur ka zbrit fjala e Allahut: "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot e kam plotësuar fenë juve. Ma nuk mundet me shti kërkush me të drejtë, se ato devijimet i bojnë gjithë ditën, por me të drejtë nuk mundet me fut ma kërkush as në ibadet. Dhe nëse besimtare kemi për detyrë me pyet, për çdo ibadet, ç't ibadet që po bojmë, a bon që ky ibadet në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Nëse po, ajo është ibadet deri në Kiamet. Nëse jo, s'është ibadet ai. Ajo është risi, ajo është proll, sado që duket në sytë e njerëzve e bukur. Dhe çdo ndalesë, kur thot dikush që kjo është haram, ne do të me pyet, më kthy, kjo a ka qenë haram në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A ka qenë e ndaluar në kohën kur ka zbrit ajeti el-yawma akmaltu, sot e kam plotësuar fenë. Se kur e ka plotësuar Allahu fenë, nuk mundet me ardh dikush më me një ndalesë tjetër. Se u plotësua, ja u kryma. Kur e ka plotësuar Allahu subhanahu wa taala fenë, nuk mundet me ardh dikush me një ibadet, të bëjmë edhe çet ibadet. Se ajo plotësua, çështjet e plotësuara nuk pranojnë mashtim. Çdo gjë që u plotësu, në të nuk mundesh me shtu. Se nëse shtohet, ajo është jashtë asaj që ka plotësuar Allahu subhanahu wa taala. Me që Allahu subhanahu wa taala ka garantuar se kemi sqaruar të gjitha çështjet, na s'kena nevojë më me lyp sqarime të dikush tjetër. Se devijimet në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kryesisht kanë hyrë kur njerëzit kanë lyp sqarime për te fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë lyp më shumë diçka. Kanë lyp më shumë diçka që kanë gjetë filozofët. Kanë përkthyer librat e tyre, për çato që deviju. Se ti nuk je mjaftu me çatë që ka thonë Allahu subhanahu wa taala dhe atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Feja jote është fe e pavarur. I ka të gjitha mrena, edhe s'ka nevojë për kërkon hiç. Dhe jo që s'ka nevojë, por nuk e pranon kërkon hiç. Nuk s'ka mundësi. Kërkosh më u bë ortak në fe, kërkosh hiç. Ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, ka thonë edhe filozofët. Këta janë bërllëg. Ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, ka thonë edhe filoni. Këta s'janë kurrë hiç. Nuk ka me vazhdu, me angjit fjalës së Allahut, fjalës së pejgamberit sallallahu kurrë hiç. Përveç ajo që lidhet me fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi sallallahu, e ka përmendur edhe një filoni. Këtë kafira, s'ka kurrë hiç. Kjo fjala ti çka vjen këtu. Në momentin ose në kohën kur besimtarët nuk janë mjaftu me atë që ka zbritur Allahu dhe atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë lyp disa argumentime me bë çështjen më interesant, argumentime të tjera.
kanë kshyrë për shembull të çështjet e kozmosit e të tjera, po thonë edhe shkencëtarët. Çka vjen fjala shkencëtarit ku ka thonë Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fjala shkencëtarit vjen vetëm për punën e vet, për cilën se ka përmend Allahu, se ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo për atë që ka thonë Allahu. Për atë që ka thonë Allahu, fjala e të gjithëve është e kurrë. Se tani kur po dalin kundërshtim fjalët e shkencëtarëve me fjalët e Allahut, po bëhet problem tash me llogarit sakt që kanë thonë shkencëtarët, tash e ka thonë Allahu. Pse të vjen për më vërtetuar njerëzve një çështje edhe fjala diku tjetër për fjalën e Allahut. A nuk mjafton ka thonë Allahu për këtë çështje kështu? Ka thonë pejgamberi sa për këtë çështje kështu? Mjafton. Çka po bën me bë më të fortë bindjen me një fjalë dikuna më të rëndësishme se fjala e Allahut e fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky ishte Imam Ahmedi, Allah subhanahu wa taala pas mëshirue, që thoshte punoni sipas hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe nëse nuk e kuptoni hiç, se dini hiç çka po thotë ky. Punoni ashtu, ka thënë pejgamberi, ajo është e saktë. Mos punoni me fjalët e njerëzve, edhe nëse i duken të sakta, se ndodh që mas 100 vjetë, 200, 300, 500 dalin që s'kan sakta hiç. Shkencëtarët vazhdimisht e kundërshtojnë njëri tjetrin. E bini fare ide, në 100 vjet, 200 vjet dikur dalin të tjerë thotë, "Jo, i shkon një gabim për shkak të kësaj." E çato 100 vjet, 200 vjet që vdiqën gjinja me çato bindje, ku shkojnë ata? Në Kur'an nuk ka mundësi me të ndodhë kështu. S'mundesh me thonë do gjenerata atyre që aty u kanë sakt tani subon. Hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam s'mundesh me thonë kështu. Kan thonë disa vite që është kështu, tani masanej dul që s'është kështu. Nuk ka mundësi. Aja që ka thonë Allah, kur nuk ndryshon, gjithmonë ka me që ashtu. Aja që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur nuk ndryshon, gjithmonë ka me që ashtu. Aja që thonë njerëzit, ndryshon, se njerëzit nuk janë të përsosur, as nuk kanë dituri. Dituri të pafund ka vetëm Allahu subhanahu wa taala. Nëse shifni për çështje të thjeshta, shkencëtarët kundërshtohen mes vete, me kalimin e kohës. Është krejt në rregull ata që e pranojnë kundërshtimin e për shkak të zhvillimit të tjera. Tamam. Kjo është çështje e kuptueshme. Por njerëzit të cilët kanë vdek në bindjen e gabuar që ata e kanë përhap me vite, me mia vite ose me qindra vite, ku shkojnë ata? Nëse njëri me vite ka thonë njeriu ka preordhë pi majmunit, e ka kundërshtuar fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata tjerë kanë shkuar kanë besuar se është shkencëtar. Masanen ata në del mas qindra viteve thonë jo, nuk është e vërtetë se ai ka gabuar. Po ata që diçën atje, që ata ku miquse. Ata ku shkojnë? Ose me ligje i provojnë atë sisteme ato, në fund, jo, krejt ishin kanë dështum, veç shariati e Allahut i drejtë. Po që ato dështum, që ato njerëzit që i pranojnë deri sot, ata ku kanë shkuar që ata njerëz? Çështja aty nuk është, përfundimi, ku kanë ata përfundimin. Përfundimi i sakt është libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili përfshin çdo gjë, njerëzit nuk kanë nevojë për dituri të tjera përveç librit të Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të gjitha dituritë e tjera duhet me janë nështruar librit të Allahut. Për shembull, njerëzit e dijes të lëmive të ndryshme. Çka do që studiojnë ata? Dhe studimi është halal. Dhe të studiojnë tokën e qiellin, e honën e diellin e krejt. Mirë, po në fund të gjitha dituritë e tyre duhet me janë nështruar librit të Allahut, sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo me bë rivalitet librit të Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kushdo që në këtë formë i bën rivalitet librit të Allahut, ajo është kafir. Sikur ata të cilët bojnë ligje pe menës tyre, edhe u vendosin njerëzve. Pse kanë bë kufër dhe shirk ata? Se i kanë bë rivalitet Allah subhanahu wa taala në ligjvënie. Edhe në shpjegimin e çështjeve, cilat do të jenë ato. Kushdo që i bën kundërshtim me atë që ka shpjeguar Allahu, dhe atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai ka bërë rivalitet Allahut. Studimet, gjurmimet, dituria e të gjitha shkencave ti nënshtrohet në fund fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Dhe nëse ka nefar paqartësie ose nefar kundërshtimi, ajo që e kanë bërë njerëzit është gabim, jo ajo që ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Ajo që kanë studiuar njerëzit kanë shkuar keq se ne kanë mërime shpjegu se ajo që ka thonë Allahu subhanahu wa taala
ajo mbetet e saktë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala ja bashkangjet fjalës së vet në Kur'an edhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun." O Muhammed, ne ta kemi zbritën tyje Kur'anin, edhe ta kemi zbrit hadithin, sunetin. Litubayyana lin-nas. Pse ta kemi dhënë sunetin, ta kemi zbrit hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë vahi, shpallje, sikur që është Kur'ani, të njëjtën dispozitë ka. Kur thot Allahu diçka, edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka, dispozita është njëjtë. Nuk është pse ka thonë Allahu është më lart, kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më ulët. Jo. Çka ka thonë Allahu? Edhe çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dispozitën e kanë njëjtë. Çka urdhon Allahu, çka ndalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dispozitën e kanë njëjtë. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mundet me urdhëruar diçka pa i thonë Allahu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mundet me ndalu diçka pa i thonë Allahu ndaloje. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk fol për mendjes vet. Çka do të fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala e ka thonë me fol. Dhe këtë gabim e bën shumë njerëz. Madje e bën edhe njerëz të cilët vetën e vetë llogaritin pretendues të pasimit të rrugës së vërtet, rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë argumentimit të tyre, thotë kjo ndalesë është në Kur'an, e qesin sikur në Kur'an, sikur në hadith, ndalesa është njëjtë. Kjo haram është i përmend në Kur'an, mirë, edhe në hadith ku ti përmendën, ndalesa është e njëjtë. Sikur më konë e përmend ndalesa në Kur'an, sikur më konë e përmend ndalesa në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ndalesa edhe urdhresa, nëse është urdhres, është e njëjtë. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala e ka kërcënuar me kërcënim të rënd gjithë secilin që del prej këtyre rregullave. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala i ka zgjedh përmbledhjen e fjalëve më kryesore e ka lëshuar në Kur'an. Deri në ditën e Kiametit më Allahu subhanahu wa taala nuk ka më u fol njerëzve. Në 600 faqe i ka përmbledh Allahu subhanahu wa taala fjalë më kryesore, më të rëndësishme, më domosdoshme, më gjithëpërfshirëse që i vijnë ummetit deri në ditën e Kiametit. Madje që i vijnë njerëzimit krejt, se krejt njerëzimin e ka thirr Allahu subhanahu wa taala në këtë libër. Dhe ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me sipas disa vlerësimeve të dietarëve me 20.000 hadithe të sakta, të përmbledhura gjithashtu, krejt të përmbledhura me nivel. Fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të sakta. Pse ka bëu këto për hajgara? Se ka bëu për hajgara këto Allahu. Runi mos e devijoni këtë rrugë, për shkak se kush nuk shkon sipas asaj përmbledhje që ka thënë Allahu subhanahu wa taala, Allahu ka më thënë në xhenem. Mos merr zgjidhje tjetër, mos kërkon zgjidhje tjetër kërkush. As mos merr alternativë tjetër kërkush se s'ka drejt. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala: "Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin." Tutnu, runu prej zjarmit i cili është i përgatit për qafira. Wa atiu Allahu wa Rasul, më njëherë mas të ajetit të nënshtroni Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk nënshtroni Allahut, nuk nënshtroni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jeni te ajeti i parë. U'iddat lil kafirin, jeni përgatit për më shkuar në xhehenem. Wa atiu Allahu wa Rasul la'allakum turhamun. Nënshtroni Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëse dëshironi të mëshiroheni. Kul atiu Allahu wa Rasul, thuja Muhammed, nënshtroni Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa in tawallaw, nëse ata ja kthejnë shpinën, fa inna Allaha la yuhibbu al-kafirin, Allahu nuk i do shafirat. Kushdo që ja kthen shpinën në nështrimin ndaj Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allaha la yuhibbu al-kafirin. Allahu nuk i do këta. Pse si do këta? Se janë shafira, veç për çtmund. Ku kanë bë kufrin këta? E kanë bë kufrin kur nuk ju kanë nënshtruar asaj që ka thonë Allahu dhe asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Thot Allah subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Ka bo beja Allah subhanahu wa ta'ala, dhe rastet në të cilat ka bo beja Allah në emrin e tij në Kur'an janë vetëm 4. Njëri prej tyre është këtu. Fala wa rabbika, jo pasha Allah. Jo pasha Zotin ton, la yu'minun, nuk kanë besu. La yu'minun, që s'kanë besu, atë pa besimtar, se s'ka mundësi më konë ndryshe. Pse s'kanë besue? Derisa në çështjet e tyre të gjykojnë sipas asaj që ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk kanë besue kushdo që kërkon zgjidhje të çështjeve të tij, tjetër kon përveç librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në gjatë jetës kena me pas probleme, kena me pas mosmarrveshje, kena me pas çështje të pazgjidhura. Qysh e zgjidh çështjet ti? Qysh ka thonë Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith. Tamam? Besimtar. Kushdo që i zgjidh çështjet në rrugë të tjera, përveç asaj që ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai nuk ka besu. Pse s'ka besu? Se nuk i kanë nënshtruar që ka thonë Allahu në Kur'an. As nuk i kanë nënshtruar që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith. Pastaj Allah subhanahu wa taala ka bërë edhe dikush të tjera, cilat shkojnë edhe më përtej gjykimit. Hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, në një ta bëjnë zgjidhjen e çështjeve sipas asaj që ka zgjidhur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose ka përcaktuar Allahu për njerëzit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadayt. Pastaj në zemrat e tyre mos me pas rezerva që to me kalon Allahu çështu, ama ky është kafir. Kushdo që ka rezervë në zemrën e vet për një gjykim që ka dhënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai është kafir. Për shembull, Allah subhanahu wa taala ka përcaktuar as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Allah. Vjellësit edhe vjellësës me aprej dorë. A be paksi shumë kafir. Se po do nuk ka pranu, ka një rezervë të gjykimi i Allahut, ka rezervë të përfundimi asaj që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Kushdo që ka rezerva në zemrën e tij për atë që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala, është kafir. 5 vakte mi fal, edhe nëse i fal ky, ama nëse ka rezervën që mos na ka ngarkuar Allahu më shumë se sa që duhet, është kafir. Dhe për të gjitha çështjet në të cilat Allahu subhanahu wa taala ka dhënë vendim dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë vendim, jo se duhet me kur kemi në një rast duhet me zgjidh sipas asaj që është e përcaktuar në Kur'an, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o do të mundi të kënaqur mrena se çashtu duhet, se s'ka bën ndryshe. Dhe kushdo që e ka pakënaqësien te vendimet e Allahut, është pabesimtar. O yusallimu taslima, edhe kushti i tretë për me qenë besimtar të çështjet e gjykimit vetëm, është me nënshtruar plotësisht. Jo disa po, disa jo. E fatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashadd al-'adhab. A do me zgjedh dikush disa çështje mi bë sipas thot Allahu, disa tjera mi bë sikur thon tjerë. Ja, të gjitha çështjet sikur ka thënë Allahu, dhe më kanë të kënaqur me gjykimin e Allahut subhanahu wa taala, se çashtu duhet, se ndryshe nuk bën. O yusallimu taslima, dhe më nështruar plotësisht. Wa man yuti Allaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sikur që e ka dënimin e ashpër ai i cili e kundërshton Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe shpërblimin tepër të madh ka ai që i nënshtrohet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi përmendur më herët, çdo vepër që e ka të kundërtën dënimin shumë të rënd, nëse e bën ç'është duhet, shpërblimin e ka shumë të madh. Kushdo që i nënshtrohet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai në ditën e Kiametit ka më qenë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me Abu Bakrin, me Omerin, me Uthmanin e me Aliun.
edhe njerëzit e tjerë të mirë. O me ju thirë Rasule faqad ata Allah. Kushdo që ju ka nështru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është njëjtë si ju ka nështru Allahut. Se pejgamberi sa është i dërguari i Allahut. Kush e ka thënë pejgamberi sa? Pse më nguhen na? Se më na pasor neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vet, na edhe se kish mingu. Po ka thënë Allahu. Ne nuk e ndëgjojmë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam si person që ka ardhur ai vet, po si i dërguar që ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Se në aspektin njerëzor ai është i njëjtë me neve. Njëri, sikur që jem na. Kjo është veçoria e tina. Rasulullah e ka dërguar Allahu. Ne i nënshtrohemi pejgamberit, fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se Allahu i ka thonë me fol. Për shkak se Allahu ka thënë, punoni çish ju ka thotë që ky i dërguam që e dërgoj unë. E kushdo që i nënshtrohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai është tamam ju ka nështruar Allahu subhanahu wa taala. O men tawalla fama arsalnaka alehim hafidha, e kushdo që e kundërshton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëra Allah subhanahu wa taala nuk ka thënë pejgamberi sa me rujt njerëzit, ama këta e shohin ditën e kiametit. Ja ju alladhina amanu atiu Allah wa atiu Rasul, o ju besimtar, nështroni Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ulul amri minkum, edhe nështrojuni udhëheqësave prej juve, udhëheqësave prej besimtarve. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nëse keni ndonjë kundërshtim, ndonjë mosmarrveshje, zgjidhni sipas asaj që ka thënë Allahu dhe asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe mos e zgjidhni sipas asaj që thonë udhëheqësit e juaj, edhe nëse janë ata besimtar. Nëse ata bojnë zgjidhje ndryshe me atë që ka thënë Allahu. Për shkak se udhëheqësit besimtar janë valid vetëm nëse ecin sipas fjalës së Allahut, fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk ecin sipas fjalës së Allahut, fjalës së pejgamberit, nuk janë valid. Në çështje të caktuara, të cilat nuk e mrin shkollën e kufrit, nuk ndëgjohen. Në çështje të cilat e mrin shkollën e kufrit, ata s'kan bën me musliman kur gjë hiç. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyati al-khaliq. Nuk duhet me ndëgjua krijesën nëse është në kundërshtim me atë që ka thënë krijuesi. Nënshtroni Allahut, nënshtroni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe nënshtroni udhëheqësve të juve. Komenti i sahabëve, udhëheqësve të juve ka thënë si Abu Bekri dhe Omeri. Ka në udhëheqësit, jo sigur që venda kushdo që bëhet i pari muslimanëve që të mushriku, udhëheq, për s'është ai kur fal, s'është joni mos fali. Ai për më kon valid më kon joni. Kur s'është joni, ai s'është ulul amri minkum, min al mu'minin. Për juve besimtarve, s'është besimtar, s'është valid hiç. Edhe nëse është besimtar dhe është valid, nëse dikun në një çështje nuk është e përputhje me atë që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ndëgjohet hiç, bën çto hiç se bëj. Se Allah ka thonë nuk më ka ngarku me këtë. Dhe nëse e mrin nivelin që e nxjerr pastaj pifeje, ata besimtarët lejohet pastaj më çukën aty edhe çështjet e tjera të cilat vazhdojnë. Fa in tanaza'tum fi shay'in, dhe këtë çështje është shumë interesante. Nëse se Allah subhanahu wa taala ligjet e veta i ka zbritur në Kur'an, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka sqaruar me hadith. Pastaj udhëheqësit e muslimanëve e mojnë udhën, e kallëzojnë vijen. Udhëheqësit e muslimanëve në koordinim me dietarët e tyre e kallëzojnë vijen, ama ata s'kan kurfar legitimitetin me vendos ligje, ata s'mujnë. Ata e kanë për detyrë veç me ecë, veç me majt vijen. Për shkak se më kon që ata kishin pas drejt, Allah subhanahu wa taala i kishtien të fjalën vazhdim, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasuli wa ulil amr. Ama ja, këtu e ka hjek. Ka me të farudduhu ila Allah wa Rasul. Nëse keni ndonjë problem, zgjidhni që shtot Allah pejgamberi sa, jo si tërkush, s'mundet. Këta të tjerë, udhëheqësat e muslimanëve, dietarët e muslimanëve nuk janë me pru zgjidhje. Këta janë veç me drejtue çfarë zgjidhje që ka pru Allahu. Me që shumica e njerëzve nuk janë të aftë me ditë dispozitat në detaje, i din dietarët dhe prisat e muslimanëve, ata kanë për detyrë veç me jetë sipas asaj që ka thënë Allahu subhanahu
wa taala dhe sipas asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.